nuk po jeton, e ka zakon Spaku, veçanërisht ta Orland Ballën. Ore, mos kjo ministre e shëndetësisë ka rru Shqipen dhe vetëm i lexon që i shkruajnë të tjerët por tek këshilltarët. Në spitalin e pediatrisë e zhen e bëjmë të privati 70.000 lekë se nuk punon në spitalit, të pediatria. Nuk punon asë gjë, jo. Nuk punon, o Greta, qa ka, ndodh. Po mbledhim të dhëna. Punon diçka. Ja, po mbledhim të dhëna, a punon, as punon e zheja. Për shumë, vazhdojmë i telefonatin. Alo, mirëmëngjes. Alo. Urdhro. Mirëmëngjes i dashur. Përshëndetje. U lexoj në televizor, lutem. Ju përshëndes për emisionin e jashtëzakonshëm. Këtë pra them dhe unë, të them. Ne qytetarët dëgjojmë vetëm syrin edhe newsin. Po dilin në reklama ju kalon të newsi. Ashtu, ka lezet. Reklama në vim të kjuve. Faleminderit shumë. Vetëm populli syti ka vetëm të syri. E qim teka. E vlerësoj. Era ata analistët e mrekullueshëm që thonë të vërtetën dhe juve aty në këtë emision na thoni vetëm të vërtetën. Përpiqemi. Imagjinoj dashur 140 deputet që marrin nga 3,5 milion lekë. Unë kam punuar 20 vjetë në për Shqipëri, në fabrika, uzina, hidrocentrale, dhe ma në 190.000 lekë. 150.000 lekë i blej ilace. Edhe ha këtu në shtëpi kam buk me vallë, buk misri. A kupton? Imagjinoj 1 kile speca 4.000 lekë vjetra. 1 kile domate 3.500 lekë. 1 kile mis 16.000 lekë. Oj, dashur, unë jam 82 vjetë, jam qazimi nga fatra e këllqyrës, i persekutuar politik nga regjimi komunist. Por atëherë 1 kile mis ishte 1 kile 70 lekë. 1 buk 20 lekë, 1 kile makarona 50 lekë. A kupton, dhe me dhe një pensionist 5.000 lekë. Imagjino këta po vjedhin për ditë. Edi Rama është njeriu më i pastër në Republikë. Tu i gjeti lekët këmërat. E qiti sa zdanin edhe zërnesin. Ta si përshet, atë... Shiti gjadrin të parin. Po gjadrin e, që s'ka qitë kërë. Tani përshet fusha nafte, fusha gazi. Ka dalë një minjere rallë në Bilish. Po. Me mineralet ralla, dhe atë ja ka shqitër Amerikës $1 miliard. Jo, s'ja ka shitur, zotëri, po ja jep, ajo bën $1 miliard, kjo po ja jep, po ja fal. Edhe jo Amerikës, ca grekve. Kjo Shqipëri e dashur ka që shtrejnë, ka që pasur me djemë dhe vazhdat të jashtëzakonshëm. Ama si se ta djemë nuk fituan atje, Ku ata janë? lozën e mënyrë të shkëllqyër. Edhe ata të të fërë si herojnë, ama si se humën 2-1. Unë si qytetari thjeshtë bëj apel qytetarëve të ngrihen në revolucion, jo në protesta, po në revolucion, të përmbysin këtë qeveri hajdute, sa që vjedhin për ditë, largohen shqiptarët për ditë, largohen truni, largohen muskuj. Ishim 4 milionë në 10 në shti, janë 2 milion, largohen nga varfëria, shatrat vetëm me pleq dhe plaka ka, djemë dhe vazhët ka nikur. Imagjino se zdovë këtë vend ka që pasë me një pasëri, vetëm në patos madhin dalin 20.000 fuqi në ditë mëre, ku vete gjithë shë naftë i dashur? Ku vete gjithë shë naftë? A në për gjepa pra, i kërës njeriu me i pasur, ati si dhe në roga, që mera i, përveç rogës ka dhe pasuri miliarda lekë në bankë, lekët këta i s'pje në Zvicër, pra da e i Spaku, unë me ndo se Spaku është bashkëtortar me krimin. Spaku do të hetoj pasurin... Po të hetoj se ja kemi që dosit gati e s'ka bërë asë një tim. Po, ajo... Hetim, që do hetoj, s'ka nevojt hetojnë, vetëm të procedojnë.